la vida contigo. Ndërkohë që Kulla tani do na shpjegoj çfarë po ndodh në Ukrainë, rusët kanë avancuar, ukrainësit janë tërhequr, janë rrethuar me mira ushtar në Pokrovsk. Ç'ke vështirë ta themi, Pokrovsk. Kanë një tabelë shumë të bukur atje, një kuti, quhet QR code. Skanojeni, bëni logim, merrni pjesë në emision. E pa parë pa dëgjuar. Provoni tani. Dakor? Që mos rrini me mesazhe budalliqe. Atje. Kulla, le dhe një do plasë njëra pas tjetrës, disa harta, dhe ne futemi direkt në temë. Kemi vetëm 13 minuta kohë për të deshifruar, për të lexuar, atë që populli thjesht nuk e lexon dot. Që janë këto lëvizje në këto harta, Kulla? Kjo është një manovër, e para Pokrovsku është një front që zgjat për 1 vit e gjysmë përpara. Rusët kanë lëvizur nga dal, por kanë bërë një manovër të ngjashëm me manovrën që i bën gjermanëve në Stalingrad. Pra kanë shkuar drejt rrethimit të trupave ukrainase, dhe siç e sheh ata kanë rrethuar 2/3 e trupave aty dhe ata tani janë në tentativë tërheqje, prandaj besoj që ju i keni dhe filmimet e tërheqjes së trupave ukrainase dhe të hyrjes së trupave. Jo i kemi, po të shohim mirë të hartën që lëviz trupave ruse. Kjo harta si mund të lexojmë të hartën? Kjo e kuqja është, janë rusët? Këta që i shetin, që vinë kështu si gati si rreth, nga lartë, që vjen deri poshtë. E kuqja janë rusët, po? Janë rusët, dhe këte... E bardha si gri është e kontestuar. Dhe aty është pjesa e kontestuar, lëviz fronti, dhe pastaj është pjesa ukrainase që është ande. Pse është i rëndësishëm fronti Pokrovskut, sepse pora kjo pjesë është pjesa e kodrave, hapet rruga për në Dnepropetrovsk edhe për në Zaporizhia, sepse rusët ukrainësit janë tërhequr gjithashtu nga 5 qyteza afër poshtë në rajonin e Zaporizhias në jug. Pra këtu jemi gati në rënien definitive të një fronti shumë të rëndësishëm, i cili ka shkuar në luftime gati rreth 2 vite. Pse është e rëndësishme këto ditë, sepse jemi në fillimin e dimrit të 4 të kësaj lufte, dhe kushtet atmosferike në këtë territor janë gjithmonë të vështira. Pak nga balta, pak nga mjergulla dhe nga kohë e keqe, ku e bën të pamundur edhe përdorimin e dronëve apo të mjeteve ajrore, sepse nuk shikohet. Pra këto rreth kujt shikojmë, Kulla, janë këto si logo, si pika kështu, janë njësit ushtarake apo jo? Janë njësit ushtarake ruset, por ajo që... Ose brigadët. Ajo gjë që ju e shikoni me kujdes, jo, në këtë rast ka një gjë, nëse do shikoni filmimet, rusët kanë lëvizur me grupe të vogla. Kalot e filmimet e dio? Rusët kanë lëvizur me grupe të vogla, pra i mbështesin nga mbrapa me tanke dhe me autoblinda, po në fakt ata lëvizin me grupe të vogla, lëvizin me monopatina, lëvizin me bicikleta, lëvizin me motora, dhe lëvizin në grupe nga 3-4 njerëz si këta që bën goditje në Rinas, dhe janë futur dhe kanë penetruar duke marrë kontrollin e 2/3 të lagjes së Pokrovskit dhe i kanë lënë ama një hapësirë aty në Mirnograd ukrainasve që të tërhiqen nga mbrapa në mënyrë që mos ndodhi një masakër me mira ushtarët të Ukrainës që ndodhen në Pokrovsk. Gjë tjetër që tregon kjo ngjarje është që videon le të lutem, videon teknologjisë që tregon ushtarët. Përdoren nga teknologjisë që përdoren nga të dyja palët, ajo që është e rëndësishme është numri ushtarëve dhe gjendja e tyre. Pra prapavia, gjendja e tyre shëndetësore, mundësitë e tyre për të tërhequr dhe mbi të gjitha popullsia civile, sepse trupat e Ukrainës janë duke tërhequr dhe popullsinë civile nga ato rajone. Pse është i rëndësishëm Pokrovsku, sepse pora Pokrovsku bëhet... S'kemi video, s'pas kemi video në olla. Ja kam nisur video që në mëngjes. Kujt? Edhe Enos edhe Ledios. Edhe pse është i rëndësishëm Pokrovsku? Kemi video no? I ka Ledio? Po e kam. Po plase për Ledio? Pak sekonda e kam. Okej. Pse është i rëndësishëm, sepse me përfundimin e këtyre qendrave, pra objektivesh pas Pokrovskit është Kramatorsku, përfundon gjithë ajo që quhet pushtimi i Donetskut dhe i gjithë Donbasit në... Bravo, këtë do pyesja pra, Donetsku dhe Donbasi janë dy gjëra ndryshme se shqiptarët dhe... Donbasi është gjithë rajoni i madh. Gjithë rajoni. Po, Donetsku është një nga 4 rajonet. Okej. Tani këtu jemi në Donetsk. Këtu jemi në Donetsk, po.
Dakor. Pokrovsko është një qendër shumë e rëndësishme sepse është edhe është një kështu nyje ndërlidhse e gjithë atij rajonit dhe pastaj hap rrugën për në Dnepropetrovsk, pra edhe për në Zaporizhia, që janë pastaj dy qytetet e mëdha të fundit që i ngelen në këtë rajon në Ukrainës, dhe të cilët po shkojnë drejt tërheqjes, edhe me trupat toksore, por edhe me ato të motorizuara. Ndërkohë, Kulla, duhet thënë që në një familjet jemi duke vazhduar, duke përjetuar, u bë viti 3 këmë duket? Tashi bëhet viti 4. Viti 4. Në shkurt më mbush 4. është një avancim milingonash, ë? Jo dhe ja trupat ruse. Po. Jo dhe aq milingonash, duke patur parasysh që... Shisha mjergull e Kulla. Tani atje bëhet nami, balde madhe, fësot, mjergull. Duke patur parasysh që ky është një territor vërtet na duket i vogël hart. Ajo është çmenduri. Po gjithë territori që ka, se Ukraina është vendi më i madh në Evropë. Ukraina është 2 herë sa Gjermania, për shembull, kupton? Qartë. Ky territor... Plana e Evropës, s'ke parasysh Rusin apo jo? Rusia është... Pas edhe Rusia në Europë është fatikisht. Rusia është Azi, domethënë vetëm 1/10 e Rusisë është Evropë. Në rregull, dakor, po flasim si shtet, dakor, e kuptova. 90% e Rusisë janë Azi. Rusia shkon deri në Japoni, nuk mund. Deri në Kinë, po. Jo, deri në Japoni, në det atje, lart. Edhe po ta shohim me kujdes. Se janë trupa ruse tani këto i shohim. Janë trupat ruse që hyn atje ku trupat ukrainase po tërhiqen. Ndërkohë në video Kulla duken dhe kështu makina civile, qytetarë. Pra janë dhe civilët që ikin nga vendi. Dhe këta me civilët këtu besoj nuk është se këta që ja autobus për shembull. Ta s'kan lidhje, këta i lënë. Nuk kanë lidhje. Jo. Po këto janë tanke ruse të gjitha? Po, dallohen sepse janë me ato shenjën ruse Z. Me atë zën, po. Edhe me atë vënë fitores. Shive që bëhet, shive. Wow. Ky është një filmim i djeshëm dhe i pardjeshëm, domethënë. Imagjino për një çast se çdo njeri që kur e shikon këtë, kur shikon nëpër media luftën atje në Ukrainë, krijohet ideja se atje ka në çdo sekondë vrasje njerëzish të pafajshëm. Ndërkohë, ta vësh me kujdes. Territori është i madh çan. Ki parasysh që ky territori që ka marrë Rusia në këto 3-4 vjet është më i madh se Italia që kemi ne, sa Italia bashkë me Ishur. Është çmenduri, jo më atë e di unë. Jo, po do thoshte diçka tjetër. Që ja për shkakun këtu civilët nuk i ngacmon njeri civilut ukrainas që po ikën. Se në momentin që ata po largohen, ata të duan që të pastrojnë territorin, të lënë të ikin. A kanë interes të ikit, po. Sigurisht se ata shiko çka kanë bërë rusët. Rusët kanë bërë atë që kanë ndodhur në Bosnjë gjatë luftës së 30 viteve më para, por e ka bërë në një variant shumë më të madh. Quhet pastrim etnik. Në momentin që hyn trupat, ata që duan të rrinë aty që janë pro-rusë dhe ashtu, ata që janë pro-Ukraina shkojnë dhe vazhdojnë jetën në vendin andem ata. Si ish ushtarak, thot, si ushtarak le të themi, se ish ushtarak s'është Kulla, është gjithmonë ushtarak, në kuptimin e jo se punon në ushtriore. Ka bërë shkollë ushtarake dhe është teoricien i kësaj pjese. Kur them teoricien, është dhe praktikus, për shumë, Kullës po t'ja është një armë, Kulla dita përdoj, apo jo Kulla? Po shkojmë bëjmë qitin e ditë, po kam. Jo, falenderit. Ca vendet preferuar. Dëgjon, ishte vrarë një në qitje, më e Ndodh. Kishte ngatruar tabelën. Dëgjoj Kulla, është përdorur mjergulla në favor, më thot dikush nga rusët, i kanë ndihmuar shumë, ka disa ditë klima kështu atje, sidomos këto 2-3 ditë e fundit. Pse rusët kanë më në favor mjergullën dhe këtë klimën e keqe se sa ukrainasit? Këta e kanë në favor për tyre, ata e kanë favor për të tërhequr pa u vrarë. Kush e kanë favor për të tërhequr? Ata ukrainasit, se edhe tërheqja ka rrezik, kupton? Qartë, po sigurisht. Ata kanë favor për tyre, ata kanë favor për të tërhequr. Sepse problemi është që mjergulla nuk i lejon as dronët dhe as mjetet ajrore që të bombardojnë. Besoj të kujtohet që në kohën që bëshin bombardimet në Kosovë, për disa ditë NATO ndaloi nga kohë e keqe dhe nuk bombardonte dot. Po, bravo, po, fiks. Si rredhoi kësaj gjë, është një gjë. Pra në këtë kohë drona nuk bëjnë punë. Dronët as avionët, sepse as avionët. Duhet ta kesh pozicionin shumë sakt. Duhet shohësh. Me dronët duhet shohësh. Pa avionët kur ata duan të godasin për shembull një infrastrukturë strategjike siç është një centralë elektrike ose. Po Kulla, dim gjë më ka shqiptar që luftojnë o për njërin palë o për tjetrën kështu si mercenar? Për palën ukrainase ka pas, tash i mercenar vullnetar nuk e di, po ka padur. Po për palën ruse nuk kam informacion. Di që të dyja palët kanë të huaj? Po normal. Po tash më saktë sa mund të jetë paga s'dihet gjë. 3.000-5.000 euro në muaj? Ta them, rusët e kanë shumë. Jo punojnë gjë, po ka shumë njerëz në Shqipëri ndoshta që
që ka nevojë për lek, vlla, dhe janë edhe nuk kanë asgjë për të bërë. Ky është momenti për gjithë punën. Ukrainasit e kanë pas nga 1200 deri në 1800. Rusët shkojnë deri në 3000, po generalët rusë dhe kolonelë. Jo general, flasim për ushtar të thjeshtë. Po për ta thash, pra rusët i kanë marrë me rreth 3 deri në 4000 në muaj. Në muaj, po se ukrainasit nga 1200, 1600 deri në 1800. Pra normalisht kemë shumë leverdit të luftosh me rusët. Po varet, por ukrainasit kanë ofruar pasaportën, shtetësinë dhe avantazhe. Pse rusët jo? Po varet, me pasaportën ruse ndoshta ti s'ke interes. Po rusët kanë marrë shumë nga Azia për shkak. Jo, unë s'kam fare, po flas për një shqiptar i cili është cop tani këto momente, ndërkohë është i fuqishëm fizikisht, çun i ri. Po në Shqipëri dënohesh me ligj, kemi për ligjin që dënohesh vajtje në luftë kështu mercenar. Jo, s'ka ligj për dënim. Për ligj është bërë. Pas atyre që shkuan. Është e sigurt? Po. Po unë nuk po them të vënë në mënyrë kështu zyrtare, ma ata të vënë fshehur asgjë. Prandaj është ofruar edhe imuniteti nga të dyja palët, shkojnë sepse zakonisht këto, për shembull, pjesën ukrainase që unë e di mirë, administrimin e mercenarëve të huaj e bën shërbimin sekret ushtarak. Ka dy njësi, ata që përdorin shërbimin sekret ushtarak dhe ata që përdorin forcat armatosura. Ata të shërbimit sekret ushtarak i çojnë për detyrat më të vështira, për këto trupat që infiltrohen, që kujdes, vetëm kthejnë që nga veti ato së mos bjerë, pra. Që bëjnë goditje. Ka, domethënë, ka pasur edhe Ukraina sot për mendimin tim ka ushtrim më të fortë në Evropë. Një bindër që duhet të ketë shumë shqiptarë ose ku duhet, qoftë nga Kosova apo nga Maqedonia e Veriut. Ka disa, po ka dhe serb, edhe me ukrainasit, edhe me rusë. Se serbët janë të ndarë, thoti, ka dhe me ukrainasit. Ai që shkon si mercenar, ai shkon ku i ka interesin më të madh, jo ku ka. Prandaj bëni mirë që ma the rrogën që ka dy fishin këta rusët. Sepse rusët janë munduar të marrin, kanë përdorur shumë, për shembull rusët kanë marrë edhe me më pak, për shembull kanë marrë këta nga Azia, kanë marrë koreano-veriorët. Mi pa, ata nuk beso se i paguajnë, ajo është i marrëveshje me atë. Jo, i paguajnë. Pyongyangun. Është marrëveshje me Pyongyangun, po edhe i paguajnë financiarisht. O? Po edhe i paguajnë edhe një pjesë e tyre. Ne edi kula. Edhe një pjesë e tyre. Pa tjetër. E vrava. Pyetën e vrava le dio. Se a dit na iku, jako është. Ka dhe nga lindja e mesme. Ka dhe nga lindja e mesme. Ka dhe nga lindja e mesme, ka dhe nga Korea e Jugut, ka madje edhe nga këto vendet e tjera, nga këto stanet, Kazakistan e këto. Ato diskutohet. Ledio! Gjithë fronti, gjithë vije frontit. Tani ishte fiksu me i ta mbyllim të fapur, në fakt do të bëjmë një xhiro. Patjetër. Këto pikat e vije frontit tu ç'a janë tani? Kush më shpjegon dot? Shkutimisht fare. Jo, këto ngjyrat e ndryshme. Këto shpjeguar nga afër harta. Mi thua do të në qa janë këto? Ngjyra si roz. Këto pikat roz, qa janë? Sepse këto pa një shpjegim sipër është e pamundur t'i kuptosh, valla. Kjo tregon komplet vijën e frontit, se si ndodhet fronti dhe ku janë, cili është territori që kanë marrë rusë. Njësit, dakord, e kuptova njësit, po. Njësit e kujt janë? Të forcave ushtarake të dyja palëve, edhe të Ukrainës edhe. Po, duhet ngjyrët pra. Rusët ç'a ngjyre kanë? Po duhet të ishte bërë përpara kjo, se Ukraina nuk i ka, kjo është vetëm e rusëve. Jo, po më vjen tani, po më vjen nga snafi. Po Ukraina nuk e ka sepse harta është ukrainase. Çështja është që po të bjerë ajo pjesa e Donbasit, hapet rruga pastaj për në Zaporizhia, Dnepropetrovsk dhe për Kiev, sepse pastaj është e gjitha fuqi. Edhe shisa interesante kulla, po ta vësh re, këtu poshtë është Crimea apo jo? Po, Crimea ka ikur që në 2014. Jo, e di, po jo, po flas. Shif tani forcat njësitë ushtarake ruse. Ato futen me makina në Krime nga Rusia. Po shif sa bukur janë shpërndar tani dhe këtej poshtë Krimes, të nga anë e detit, poshtë, dhe po ta vësh re, ke dhe lartë fare në veri të Ukrajinës. Po sigurisht. Po ato veri të Ukrajinës qa është, vazhdo Rusia, apo është Bielorusia? Bielorusia është mbi Kiev, vazhdo Rusia aty lartë. Po atje pse janë, se atje janë, nuk janë fut në Ukrajinë. Atje janë kufi? Jo, atje janë sepse Ukrajina, se nëse të kujtohet ty para 2 vitesh, u futën brenda Rusisë, krijuan një ashtu dhe pastaj rusët u futën edhe i nxorën mbrapsht. Jo, po atje lart në veri jo më bu. Po në veri atje lart ishin në kurs. Jo, më u futën kurs u këtu më kolla. Kurs lart në veri po të thënë. Atje është. Je i sigurt? Po jam shumë i sigurt. Unë di që kursu është temë nga pjesë e Donbasit. Kursu është aty lart, jo. Kursu është aty lart, ato u futën në kurs. Po. Edhe qëndruan gati një vit në Kursk dhe pastaj ata i nxorën dhe i futën dhe pastaj u futën në territorin Ukrainës nga... Po kulla, një gjë nuk kuptojnë, se kjo është pasionante e gjitha, që përvërse atë e vritja njëra se këshu, po prapë, por e shef shumë nga largë e këshu, është shumë pasionante, va. Si ka mundësi me kulla, unë këtë s'kuptoj.
Krimen, dakord, kanë kohë që e kanë marrë rusët. Ka 12 vjetë. Ka 12 vjetë. Tani, unë se kuptoj një gjithë, pse nuk marrin Odesën, më kulla, shisa afër janë, më kulla. Sepse në Odesa, Qa po ndodhë, më kulla? sepse në Odesa, e para ka një marrëveshje me Amerikanët që Odesa do rri porti vetëm i Ukrajinës, pra e dyta është që rusët po marrin territoret ku popullsia është filoruse, sepse pastaj nëse do futen dhe do marrin territoret ku nuk ka popullsi filoruse, do duhet që të jetojnë me luftë civile dhe me luftë guerrile në 20 vitet e ardhshme, se mbajnë dot. Pra kjo luftë na sqaron një gjë që edhe rusët nuk shkojnë dot në pjesën Matan, definitivisht e kanë humbur atë pjesën e Matan. Ki parasysh që deri afër Kievit, deri në luftën e parë botërore, ata janë katolik, nuk kanë qenë fare me mbretërinë ruse të dikurshme. Kjo është harta e krijuar nga lufta e parë dhe nga lufta e dytë botërore. Dhe në anën tjetër edhe ukrainësit kanë humbur pjesën lindore ku është popullsia filoruset. Pra, kjo është ajo ndarja e territorit që kërkonte Putini në një marrëveshje me Trumpin kur bë takimin në Alaska para 2 muajsh dhe gjë që ukrainasit e mohuan. Kjo është arsye pse presidenti Zelenski para 2 ditësh tha situata është shumë e rëndë edhe jemi detyruar të tërheqim trupat dhe njerëzit sepse nuk duam që të humbim trupat elitare sepse na duhet që të përforcojmë mbrojtjen. Perle është gjitha kjo histori. Duhet falenderuar Kulla gjithmonë tilla raste sepse na freskon, na updateon komplet me situatën atje. Falenderojmë gjithashtu dhe Enon dhe Ledin që na ndihmojnë me këto harta kaq të bukura dhe kaq interesante, por t'ja bërë ju sa më të thjeshtë